Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Nga sonte dhe në vazhdim të disa emisioneve Med Plus, ne do të kemi mysafir profesionistë të ri, të cilët jo vetëm që po dëshmojnë gjithnjë më shumë, por me të vërtet janë duke lënë gjurmë me punën e tyre e cila në radhë por rezulton me koreksi, përkushtim dhe profesionalizëm. Sonte do të fillojmë këtë cikël me mysafirën tonë të radhës, e cila është Zonjusha Era Shyti, logopede. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje në emision. Përshëndetje. Zonjusha Shyti, ju jeni logopede, kisha pas dëshirë pak të na prezentoni veten, ku keni kryer shkollimin, cila është ekspertiza juaj? Përshëndetje, unë jam Era Shyti, e diplomuar në shkencat shëndetësore për profile terapeutike specializimi logopedi, si dhe si terapiste ABA për trajtimin dhe diagnostifikimin e çrregullimeve të spektrit të autizmit. Studimet i kam përfunduar në kolegjin Hajmërer në Prishtinë. Po, ndërkohë ju keni kryer edhe disa trajnime shtesë për licencimi si terapiste ABA, qoftë trajnime ndërkombëtare, qoftë trajnime tek shoqata e odës së psikologëve. Atëherë na tregoni diçka për profesionin juaj. Është një profesion relativisht i ri për vendin tonë. Unë si profesionist mjekësor vlerësoj si tepër domosdoshëm. Bile duhet me qenë të vetëdijshëm që ka një rëndësi shumë më të madhe se sa aktualisht që ne si shoqëria japim. Po të filloj me rënd, çka është një terapist logopedik? Çka bën ju? Atëherë, logopedia përkufizohet si një fushë shkencës dhe mjekësisë, e cila merret me diagnostifikimin, trajtimin, studimin dhe rehabilitimin e çrregullimeve të folurit, gjuhës, shkrimit, leximit dhe komunikimit në përgjithësi. Një terapist logopedik është një profesionist i cili trajton dhe rehabiliton, e po ashtu edhe vlerëson çrregullime gjuhësore dhe në të folur, çrregullime të komunikimit në përgjithësi tek individët e moshave të rritura, të cilët si rezultat e dëmtimit të sistemit nervor, si rezultat i dëmtimeve neurologjike, apo dëmtimeve të fituara tek fëmijët gjatë lindjes, shfaqen vështirësi në komunikim edhe në të folur. Zonjusha Shyti, ju keni punuar për disa vite në Prishtinë dhe pjesërisht në Prishtinë, pjesërisht në Gjakovë, dhe kur keni pa nevojën aq të madhe për këto shërbimet juaja, atëherë ju keni vendosur me hap edhe klinikën e juaj logopedike, e cila, sipas informata unë që kam, funksionon si është më së miri, dhe kjo është për të vlerësuar për moshën e juaj, padyshim. Po unë pata dëshirë të bisedojmë, meqense se ju keni kryesisht punë me fëmijë, supozoj unë, kur një fëmijë duhet të shkon ose të dërgohet te logopedi, dhe cila është mosha, a ka ndonjë limit moshor se kur duhet shkohet? Atëherë, që në momentin kur prindi apo kujdestarët të afërt të fëmijës të shohin që zhvillimi i gjuhës edhe të folurit tek fëmia nuk është në përputhje me etapat normale të zhvillimit të gjuhës edhe të folurit, atëherë duhet të orientohen tek vlerësimi terapeutik, tek vlerësimi i gjuhës edhe të folur tek një logoped. Dihet që fëmia deri në moshën 12 muajshe duhet vetëm të fillojë të thotë fjalët e para, mam, bab, ama, oj. Deri në moshën 18 muajshe fjalori një fëmie duhet të jetë i pasuruar me 10 deri në 20 fjalë. Deri në moshën 2 vjeçe fëmia vetëm duhet të fillojë të lidh 2 fjalë për me formulu një fjali, për shembull dua oj, e deri në moshën 3 vjeç apo eventualisht deri në moshën 4 vjeçare, fëmia duhet të fillojë të përshkruajë një ngjarje, një histori të cilën e përjeton gjatë ditës në mënyrë të qartë me një fjalor të rregullt, e jo në mënyrë të organizuar. Në momentet kur fëmia shihet që shfaq vonesa në të folur,
ka belbzim të shpesht probleme me ritmin edhe rrjedhshmërinë gjatë procesit të folurit, atëherë dihet se diçka është e pengu apo diçka është të ndiku tek e folura dhe tek zhvillimi gjuhësor i një fëmie. Mosha prej 2 deri në 5 vjeç është mosha kur një terapist, kur një logoped mund të filloj trajtimin të një fëmijë i cili percepton vizualisht, percepton pjesën auditive dhe nuk ka probleme me dëgjim për trajtim. Zënjusha, shqytin e kemi biseduar edhe me kolegë që ju, po edhe me psikologë dhe me psikiatrë lidhur me disa të çrregullimet të cilat ju i trajtonin në mënyrë specifike, pak më specifike se sa tjerë, profesione tjera, dhe ndërtojnë çrregullimet e të folurit dhe të gjuhës. Na tregoni një herë cili është ndryshimi mes të folurit dhe gjuhës. Atëherë, kjo një pyetje shumë e rëndësishme, pasi që në të përditshmen gjuha dhe të folurit konsiderohen si 2 sinonime, mirë po që në fakt janë 2 çrregullime apo 2 vonesa krejtësisht të ndryshme. Të folurit mund të konsiderohet edhe është një akt fizik ku fëmia nëpërmjet koordinimit të frymarrjes, nëpërmjet organizimit të organeve përgjithëse për të folur, siç është gjuha, dhëmbët, qellza, buzët, arrin në shqiptimin, në artikulimin e qartë të tingujve. Prandaj në pjesën më të madhe vonesat në të folur kanë të bëjnë me jo me përmbajtjen, edhe me atë që fëmia tenton shprehjen e mendimit me transmetu, mirë po kanë të bëjnë me formën se si artikulon, se si shqipton. Ritmi, rrjedhshmëria gjatë folurit. Ndërsa vonesat gjuhësore apo gjuha është aftësia e individit apo e fëmisë ku nëpërmjet përdorimit të fjalëve, fjalive, arrin me shpreh një mendim. Edhe zakonisht problemet apo vonesat më të mëdha gjuhësore kanë të bëjnë me fjalorin e kufizuar, fjalorin i rregullt, mendime jo të pastra. Domethënë, vonesat në të folur kanë të bëjnë me formën, ndërsa vonesat gjuhësore kanë të bëjnë me përmbajtjen, rënditja, struktura e fjalëve brenda fjalisë. Disa fëmijë, Zënjusha Shyti, fillojnë të flasin ma herë, disa ma vonë, jo gjithmonë ka vend për shqetësim, por kur është aja kohë apo aja moshë që mund të shqetësohen prindërit nëse fëmia vonohet në të folur. Atëherë, që në momentin kur fëmia shihet që shfaq vonesa në të folur, çrregullime gjuhësore, artikulim të paqartë, zë të çrregullt, zë të ngjirur, lodhje vokale, belbzim të shpesht, dispraksi verbale, pa aftësia në koordinimin e muskujve oral të gojës për menaxhimin e të folurit, atëherë është koha që një fëmijë me vazhdu me seanca logopedike dhe me trajtim. E kuptoj, po cila është origjina e këtij problemit? Kush i shkakton çrregullimet të folurit dhe gjuhës dhe kur është dhe sa është e dobishme terapia? Atëherë, dëmtimet e çrregullimeve të gjuhës dhe të folurit mund të jenë të natyrave të ndryshme dhe të kombinuara, të cilat mund marrë si pasojë dëmtimeve neurologjike, biologjike, mjedisore apo dhe zhvillimore. Në rast se një fëmijë ka histori familjare në kaluar me çrregullime të komunikimit edhe rritet në një mjedis ku nuk ka stimulim të mjaftueshëm gjuhësor, atëherë themi se është problematike kombinuar që manifeston të folurën edhe vonesa zhvillimore të komunikimit tek fëmia. Nëse ndalemi tek dëmtimet neurologjike dhe ato biologjike, atëherë mund të them se dëmtimet e sistemit nervor, dëmtimet e organeve përgjegjëse për të folurit, po ashtu e luajnë një rol të rëndësishëm dhe mundin me shkaktu pasoja tek zhvillimi i gjuhës edhe të folurit tek fëmijët, apo edhe tek individët e rritur. Dëmtimet e cilat mundin marrë si pasojë tumoreve, traumave, operacioneve gjatë zhvillimit të individit edhe këto afektojnë të folurin. Pastaj kemi edhe shkaktorë gjenetik, pasi që dihet se gjenet luajnë rol në zhvillimin e zonave përgjegjëse për të folurit. I kemi faktorët ambiental, emocional, stresi, ankthi, presioni, ambienti në cilin rritet fëmia, të cilët e ndikojnë. E kemi edhe dispraksinë verbale që përmenda më përpara, strukturat orale, frenulumi, pej gjuhës, qellza, pallatushiza, qellza e qarë. Pa aftësia në koordinimin e frymarrjes, siç është problematika e belbzimit, ku dihet që ka faktor gjenetik, ambiental, stresues që ndikojnë të folurin, krejt këto janë disa ndër faktorët që ndikojnë zhvillimin e gjuhës edhe të folurit tek fëmijët e moshave të ndryshme apo edhe tek individët e rritur.
Tani flasim pak për disa çështje procedurale para se me fillu me metodat dhe mënyra që ju i trajtoni këto raste. Zënjusha Shyti, ju përmenda që keni klinikën e ju private, për më intereson, më siguri keni edhe orarin e punës pa dyshim, si mund t'ju kontaktojnë njerëz të juve për të caktuar termine për këto shërbime në 1 dhe në 2, a preferoni që në çdo seancë ose gjatë seancave me fëmijë që ju i zhvilloni të jenë prezent edhe prindërit dhe nëse po pse dhe nëse jo pse? Atëherë, forma e kontaktit zakonisht në fillim kur kam filluar me funksionu, ka qenë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet numrit telefonit, me kalimin e kohës nëpërmjet rekomandimeve prej pediatrit, edukatorëve në përshkolla, mësuesve, qoftë me ngjofshmëri e qoftë me nevojë duke e pa zhvillimin e fëmisë. Sa i përket prezencës së prindërve në seanca logopedike, varësisht lidhshmërisë që fëmia e ka me prindin, me raste mundet me ndiku negativisht për shkak të vetbesimit që fëmia e fiton në momentin kur e ka prindin prezent gjatë seancave. Prandaj ma praktike i konsideroj ndarjen e videove gjatë punës, teknika, strategjitë të cilat i përdori, që edhe prindi me mujt me mandimu punën në shtëpi me aktivitete, me realizimin edhe me nxitjen e komunikimit në situata në shtëpi. Po vazhdojmë me disa çështje ta quaj ashtu teknike. Zënjusha Shytit në mjekësi, çështjet klinike zakonisht kanë zgjidhje pak më të shpejta se sa në logopedi ose edhe në psikologji dhe psikiatri. Edhe t'ju qartësojmë prindërve se pse nuk mjafton 1, 2 ose 3 seanca, po duhen me qenë më shumë edhe kur është ai numri apo kur është ajo koha kur një logoped thot për një fëmijë se unë e kam arrit maksimumin tim dhe se aty përfundon edhe shërbimi juaj. Atëherë, kozgjatja e seancave vlerësuese, fillimisht po ndal në hap pas hapi po e sqaroj. Është prej 30 minutave në raste konkrete si rezultati mos tolerancës fëmisë mi leju aplikimin e metodave dhe për shkak të vëmendjes, deri në 60 minuta, 45 minuta. Shpeshësia është 3 herë deri në 5 herë në javë, duke u bazuar edhe në mundësitë e prindit, kohën, pastaj edhe faktorët ekonomik financiar. Shpeshtësia e seancave logopedike varet edhe prej llojit të problemit cilin fëmia posedon, mosha e pacientit, mosha e klientit, si reagon klienti ndaj terapisë, po ashtu edhe puna e cila bëhet jashtë seancave logopedike, qoftë në kopsht, edhe qoftë bashkëpunimi midis prindit edhe logopedit. Tek fëmijët të cilët kanë vonesa të lehta gjuhësore, kozgjatja mundet me qenë 3 deri në 6 muaj, mirë po nëse kemi probleme me afazi ose problemet e belbëzimit të cilat mund të jenë të kthyeshme, të vazhdueshme, mirë po që janë të menaxhueshme, atëherë merr pjesë më të madhe të kohës. Objektivat apo specifikat e terapisë janë fillimisht për shembull ndalemi tek perceptimi i problemit që fëmia posedon, artikulimi i izoluar, për shembull i tingullit adekuat, dallimi i t-s me d-s, dallimi i tingullit sh me zh. Pastaj e kemi artikulimin në fjalë, artikulimin në fjali, shqiptimi i tingullit në mënyrë të qartë, e po ashtu edhe komunikimi spontan. Domethënë janë etapa, faza të cilat shkojnë hap pas hapi që kanjëherë edhe del jashtë normave apo parashikimeve të logopedit, varësisht rrethanave në cilat rritet fëmia, varësisht bashkëpunimit edhe mënyrës se si ai percepton edhe reagon gjatë terapisë. Unë mendoj që është mirë që edhe një herë t'ju kujtojmë prindërve se janë pjesë e këtyre seancave në kuptimin se bashkëpunimi i tyre është shumë më rëndësi se te logopedi shkon një herë ose 4-5 ditë në javë, ka 1 orë maksimum, dhe pjesën tjetër ditës janë me prindër dhe ata kanë përgjegjësinë shumë të madhe që mi zbatu këshillat e logopedit për një sukses më të mirë për prindërit e tyre. Këshilla më e mirë të cilën muj me komunikua dhe me ndasot me prindërit është mos me prit që fëmia me të i kalu vetë këtë fazë shregullimeve.
Fillimisht prindi ta luajë rolin e logopedit, e nëse sheh se çu përmenda edhe më herët, nganjëherë shkaktari kryesor është mjedisi i pamjaftueshëm stimulus. Nuk organizohen lojra, nuk ka bashkëpunim me fëmijët e tyre, nuk rriten në një mjedis ku ka stimulim, lojra, bashkëpunim me anëtarët e tjerë të familjes, socializimin kopsht. Edhe mos me leju që me u pjek çrregullimit e fëmija, mirë po më orientu te një seancë vlerësuese tek logopedi, me i marrë rekomandimet e përshtatshme, strategji, teknika, të cilat mujnë me apliku dhe me përdorë edhe në shtëpi. Tani flasim për ato që ndodh brenda një seance logopedike në klinikën e juaj, cilat janë ato metodat më të shpeshta që përdorni për çrregullimin e të folur. Ju keni sjellë edhe disa fotolys regjin që të na prezanton dhe do të interpretoni ndoshta edhe metodat e prezantuara. Atëherë, objektiva specifike terapisë te kjo vajza e kemi dislalin, çrregullimet e artikulimit, paqartësinë në shqiptimin e tingujve, që përmenda edhe më herët shkojnë hap pas hapi, perceptimi i tingullit adekuat, qoftë në mënyrë vizuale, qoftë në mënyrë auditive, pasi që shpeshherë infeksionet e vazhdueshme të veshit otit mujnë me shkaktu humbje të pjeshme apo të plot dëgjimit, në këtë rast afektohet edhe folura tek fëmijët. E prindërit në të shumtën e rasteve dhe nuk janë të vetëdijshëm për këto problemet e dëgjimit, edhe mendojnë që problemi kryesor janë shkaktarë të ndryshëm që po afektohet e folura tek fëmijët, mirë po ka probleme të brendshme të cilat janë duke ndiku të folurën. Perceptimi i tingullit, artikulimi i tingullit në mënyrë të izoluar, në fillim, në mes dhe në fund fjalisë, artikulimi në fjale, pastaj edhe në komunikimi spontan që me pase apo mundet fëmia me perceptu edhe me shqiptu në mënyrë të rregullt edhe në bisedim, në ndarjet mendimeve, të shprehjet ideve, tingullin cilin e ka pas të shregullt apo e ka keq artikulu. Ushtrimet bukofaciale, me qëllim të koordinimit të muskulaturës orale të gojës, lirimit të muskujve të gojës, për shqiptimin, vendosin e gjuhës në pozicionin e caktun, pasi që shpeshherë fëmia ka mos koordinim të lëvizjes së gjuhës edhe nuk e vendos në pozicionin e duhur, prandaj shkakton keq shqiptim, keq artikulim t'tingullit caktun. Foto tjetër? Kjo është ambienti i punës. Punoni. Shumë miqësor duket për fëmijë. Për fëmijët. Kemi edhe ndonjë foto tjetër? Po. Edhe këtu i kemi ushtrimet bukofaciale, lëvizshmëria e gjuhës, me qëllim të perceptimit edhe në mënyrë vizuale kur unë demonstroj se ku me vendos gjuhën për artikulimin e duhur tingullit specifik i cili është i shregullt. Këto ushtrime mund të bëhen edhe në shtëpi? Edhe në shtëpi, po. Përdorim pasqyre nëse fëmia vret se ka vështirësi në imitimin e lëvizjeve të gjuhës, përdoren shpatullat me qëllim të ndihmesës vendosjes së gjuhës në mënyrë më higjienike. E kuptoj. Në raste ekstreme përdorim edhe dorza dhe mundohemi që nëpërmjet gishtave me demonstru edhe nëpërmjet gojës. I kemi ushtrimet e frymëmarrjes, që zakonisht është teknika më e mirë të cilën e përdorim tek belbëzimi, për koordinimin edhe menaxhimin e frymëmarrjes, për relaksim, qetësim të mendjes edhe të organeve përgjegjëse për të folurit. Po ashtu i përdorim edhe si aktivitetet kohës së lirë, ku fëmia zgjedh me marrë një lodër të caktuar, e cila motivon që me pas një përkushtim maksimal pas punës, ose e din që ka me marrë përpara punës edhe jep më të mirën e tij. Po. E kemi keq shqiptimin apo keq artikulimin e tingullit th, ku dihet se fëmia duhet me vendos gjuhën jashtë që me shqiptu në mënyrë të rregullt. Shihet edhe në libër që është e demonstruar shumë qartë. Pastaj e kemi tingullin e kombinuar me zanore, pastaj tingullin e kombinuar në fund, në mes, në fillim të fjalës. Gjatë seancave logopedike ka raste ku edhe me pajtimin e prindit i aplikojmë seancat në grup me qëllim të socializimit të fëmijëve, mësimin e rregullave për ndarjen e lodrave, miqësinë. Janë problematika të cilat prindërit apo edhe edukatorët i hasin me fëmijët në kopsht ku janë fëmijë që nuk socializohen, janë fëmijë që shfaqen ndrojtje sociale. E ne realizojmë këto seanca me qëllim të kuptimit të disa rregullave
parsorë se si duhet mi ndali lodrat edhe si duhet me bashkëpunu kur janë të rrethun me bashkëmoshatarët e tyre. Si duket kjo është fotoja fundit. Bisedojmë pak edhe për belbëzimin që e përmendës. Belbëzimi është një problem i përkohshëm, i përhershëm dhe si bëhet trajtimi i Atëherë, belbëzimi mund të përkufizohet si çrregullim i ritmit edhe rrjedhshmërisë gjatë organizimit të procesit të folurit. Belbëzimi përkeçohet prej faktorëve të jashtëm edhe të brendshëm. Për të disa fëmijë, kur belbëzimi i shfaqet tek mosha 2 deri në 5 vjeç, atëherë ka raste ku konsiderohet si periudhë normale e zhvillimit të folurit, mirë po nëse zgjat për më shumë se 6 deri në 12 muaj, atëherë duhet kërkohet mbështetja e logopedit me qëllim që mos me u pjekë folura në atë mënyrë. Rreth 70 deri në 80% të fëmijëve e kalojnë belbëzimin të kjo moshë pa pas nevojë për trajtim nga ana e logopedit, mirë po nëse zgjat edhe nëse është i vazhdueshëm edhe nuk po menaxhohet, atëherë duhet ndihma e logopedit. So është suksesi i trajtimit ose i ofrimit të shërbimeve për çrregullimet të folurit, çrregullimet gjuhës, po edhe belbëzimit. Thjesht ta bëjmë një krahasim, nëse një fëmijë i cili ka këto probleme, ndonjëherë për këto probleme që përmenda, nuk shkon te logopedi, edhe një fëmijë i cili ka këto probleme që shkon te logopedi, cili është dallimi? Dallimi është se fëmijët të cilët kanë probleme në të folur edhe nuk ndjekin seanca logopedike, mund të them se janë fëmijët të cilët brenda vetes përjetojnë ndjenjat e paragjykimit, ndjenjat e bullizimit për shkak paaftësisë të shprehjes së mendimeve, pasi që përjetojnë atë frikën se mos kanë më paragjyku, mos dikush ka mi përqesh, e ka një herë edhe zgjedhin mos me fol për shkak paaftësisë tyre me fol në mënyrë të rregullt. Domethënë penalizohen në këtë aspekt. Janë fëmijë më të ndrojtur, fëmijë më të tërhequr, të cilët zgjedhin mos me fol ose me ndajt në përçoshe krejt vetëm për shkak se nuk janë gjendje mi shpreh mendimin e tyre në mënyrë të rregullt. Kemi ndëgjuar dhe me siguri ju keni edhe prej praktikës juaj të përditshme edhe raste të tilla që fëmijët të moshës shkollore, mbase klasa parë fillore, kanë problem me socializim dhe me të folur, për arsye se ata e flasin gjuhën angleze konkretisht shumë mirë, përderisa gjuhën shqipe nuk e flasin. Pse ndodh kjo dhe cila është këshilla juaj për prind? Atëherë, arsyeja kryesore që kjo ndodh është përdorimi i teknologjisë, përdorimi i telefonit, ku fëmia si gjuhë të parë ka gjuhën angleze, jo gjuhën shqipe. Njëjtë sikur se fëmia ekspozohet ndaj ekraneve dhe ndaj teknologjisë, në rast se ish ekspozuar ndaj një mjedisi stimulues me të folur me anëtarët e familjes, me prindërit, duke punuar me libra, me stimulim verbal artikulativ, atëherë normalisht gjuha atyre e parë kish me qenë gjuha shqipe, jo gjuha angleze. Prandaj këshilla jame më e mirë që sot po ashtu muj me komuniku të prindërit është me ndalu përdorimin e teknologjisë, pasi që nëse mujmë përmend 2 benefite, ka ana tjetër janë 10 pika kryesore të cilat i dëmton tek zhvillimi i fëmisë, jo vetëm në aspektin gjuhësor komunikues, por edhe në aspektin emocional, në aspektin mental psikologjik. Kisha pas dëshirë një slajd të OBSH-s, nëse bën të prezantohet. Tani është klasifikimi ndërkombëtar i diagnozave dhe smundjeve që përdorin mjekësi, i quajtur ICD-10 dhe pishin edhe diagnozën 193.C, shkaqet e jashtme të smundshmërisë për aktivitetet që përfshin teknologjinë kompjuterike. Ndër problemet shëndetësore janë humbja e gjumit të rriturit dhe të fëmijët, stres, depresion, çrregullimin e të folur sidomos të fëmijët, ndërsa qëndrojnë zgjuar për të vazhduar lëvizjen, bisedën dhe lojrat, do të thotë. Zënjusha Shyti, është diagnozë që konsiderohet sikurse edhe diagnoza tjera. Varshmëria. Është varshmëria ndaj teknologjisë kompjuterike,
edhe elektronike në përgjithësi. Tani prindërit më të shejtit i kanë fëmijët e vet dhe në gjendje të ballafaqohen deri në skajshmëri me ndonjë person ose në ndonjë rast i cili dëmton shëndetin e fëmijëve të vet njëkohësisht, ne jemi të vetëdijshëm edhe për çdo ditë jemi dëshmitar që prindërit në rast të parë ju ofrojnë telefonat, laptopat ose tabletat fëmijëve në mosha bili edhe ndër 1 vjeç dhe në një farë mënyre janë ata që duhet t'i mbrojnë mas shumë janë shkaktar të një problemi i cili çon deri te bashkëmënia e cila është diagnozë. Unë nuk e kuptoj pse ndodh kjo, kur e dim që jemi të gjithë kush është prindër din që fëmijët i duan prindërit i duan fëmijët më shumë se edhe vetveten, po të njëjtën kohë pothuajse në çdo familje ndodh e njëjta gjë. Kemi biseduar në emisionet Med Plus me shumë profesionistë, gjithë e kanë të njëjtin mendim. Si e shpjegoni ju këtë dukuri që gjithnjë më shumë është prezente? Atëherë prindi përpara se me kërku ndihmën te logopedi, mendoj se duhet personalisht mu vedisu se cilët janë shkaktarët kryesorë që kanë pru fëmijën e tij drejt devijimit të gjuhës edhe të folurit. Nuk kam dëshirë mi paragjyku, mirë po dihet se dinamikat e punës, aktivitetet edhe obligimet që edhe vetë prindërit i kanë, nganjëherë nuk e lejojnë përkushtimin maksimal edhe kujdesin ndaj fëmijëve të ne. Mirë po duhet me gjetë kohën që me ja dhënë përkushtimin maksimal edhe me kriju një ambient ku ka stimulim të mjaftueshëm gjuhësor, me kriju një orar, një rutinë për fëmijët e tëne. Me ndërprej telefonin është më mirë me kalu kohën nëpërmjet lodrave, ka plot aktivitete nëpërmjet librave, ngjyrosje, shkrim, që edhe fëmijët shumë të vegjël mujnë me kap, edhe mjafton me bo vija që nuk kanë kuptim me ngjyra e jo me u ekspozu ndaj teknologjisë. Përndryshe këta fëmijë janë potencial që ku të rritën të zhvillojnë ankth, depresion edhe çrregullime disponimi. Sidomos nëse ju ndërprehet, nëse për një kohë për shembull e kanë disponueshëm telefonin gjatë gjithë kohës, edhe vijnë për rekomandim për trajtim tek logopedi dhe ju ndalohet rreptësisht përdorimi i telefonit, atëherë prindi aty e shën ballafaqimin e vërtetë dhe ka ballafaqim ndoshta edhe me sjellje agresive në momentin kur ndalohet përdorimi i telefonit për një moment. Domethënë duhet gradualisht me shku edhe fëmia me perceptu që deri tash nuk e ke përdor, e tash nuk kemi përdor për shkak të shkaqeve të ndryshme. Jemi ka fundi emisionit për fund zonjusha shyti porosia juaj për publikun tonë. Atëherë, porosia apo këshilla më e mirë cilën sot mund të mendoj me prindërit është me kriju një mjedis qetë, bashkëpunues për fëmijët e tyre, mos me bo krahasime, mos me bo presion që fëmia me fol mirë, me ndëgju derisa ata përfundojnë fjalinë edhe nëse e thot në mënyrë të shregullt, mu mundu me mësu fëmijës me përdor pauza, pasi që ka njerë edhe ne si të rritur e kemi nevojë mi marr atë kohën, atë hapësirën me reflektu kur vije puna para se me fol ose para se me nda një mendim, me bashkëpunu me logopedin, mi ndjek këshillat, rekomandimet, strategjitë, teknologjitë të cilat logopedi i përdor gjatë punës, më mundu edhe prindin në mënyrë të modifikuar mi përdor në shtëpi. E po ashtu edhe me lujt, me organizu lojra, aktivitete me fëmijët e tyre, si dhe vjushmërinë e kopshtit. Me qëllim të socializimit, zhvillimit imagjinatës, inteligjencës, pasi që dihet se edhe kopshti i luan rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës në çfarëdo lloj fushë. Atëherë shumë faleminderit për gjitha këto informata dhe këshilla. Unë të falenderoj për kohën, e di që e ke ndërprer punën në klinikën tënde për me ardhur këtu. Unë shpresoj që ti do të vazhdon me përkushtimin tënd si ekipos edhe deri me tani edhe në të ardhmen. Shpresoj që do të takohem edhe në emisione tjera, po unë para se me përfundu krejtësisht emisionin e bëj zakonisht edhe një pyetje që është personale. Unë e kam kuptu zonjusha Shyti që ju jeni shumë falënderues
për familjen e juaj, për kushtimin e tyre, për përkrajen dhe mirëkuptimin që ju më mbri aty ku jeni, këtu ku jeni edhe sot dhe ku vazhdoni edhe me pretendimet e juaj të zhvilloj edhe më shumë. Sa kom kuptuar shumë shpejt do të shkoni me një trajnim shumë të rëndësishëm në Zvicër disa ditor dhe shpresojmë që kur të vini do të takohem edhe do të flasim edhe për përshtypjet e juaja lidhur me këtë trajnim. Po unë e përmenda familjen, po ju e keni pas edhe një person i cili për fat keq është i ndjer, i cili ka qenë, si më thonë, udhërëqys. Shëmbëltyra. Edhe shëmbëltyra. Na tregoni pak më shumë. Nuk e di sa muj me fol, pasi që edhe pse më konë shumë e vogël kur ka ndru jetë, me këshillat e tij muj me thonë që jam ku jam sot. Shëmbëltyra jam e ma e mirë, njeri ideal, ku me kurajun cilën ma ka jap deri në moshën 7 vjeçare, unë mendoj se kom punu me veten për me nxjerrë më të mirën edhe mu njohë si mbesa ati edhe si ai ka qenë kardiolog, Ala, e unë si logopede, po të pakten mu përmend si mbesa ati. Kam shumë me fol, po... Atëherë bëhet fjalë pra për publikun, për të ndjerin doktor Ali Thaçi, i cili ka qenë gjyshy nga nëna dhe i cili është shumë i njoftën për profesionizmin dhe shërbimet e tij që ka dhënë popullatës jonë. Më mbetet për fund edhe herë që ju falenderoj edhe shpresoj që së shpejti do të vini me informata të reja, me trajnime të reja, të cilat ju vazhdimisht i performoni. Kënaqësia ishte imja, faleminderit edhe juve për kohën, shpresoj që për publikun, për prindërit kanë qenë disa informata të cilat nuk i kanë ditë edhe kanë ndikuar në vetëdijsimin qoftë prindërve, qoftë edhe të popullatës. Mos me paragjyku, mos me bullizu, po me qenë një shoqëni mbështetëse. Për krejt fëmijët me probleme dhe familjarët e fëmijëve me probleme. Patjetër. Të nderuar miq, me lejoni që ju uroj një muaj në ditën e punëtorëve, ju uroj të gjithëve shëndet dhe mbarësi. Kaq kishim për sonte, bashkë mirëposh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.